Pamjet e incidentit tregojnë dy burra që dalin nga një ndërtesë në Xhenin duke shtrirë për tokë dhe me duart larg për t'u dorëzuar forcave izraelite. Ata ngritën edhe bluzat për të treguar se nuk mbanin armë ose eksploziv. Sipas videove, ushtarët i urdhëruan të ktheheshin brenda ndërtesës dhe më pas i qelluan papritur duke i lënë të vdekur në vend. Viktimat u identifikuan nga autoritetet palestineze si Al Mustar Abdullah, 26 vjeç, dhe Josef Asas, 37 vjeç. Incidenti ka nxitur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku komentuesit e cilësuan ngjarjen si një ekzekutim të pastër dhe denoncuan dhunën e përdorur nga ushtria izraelite. Forcat izraelite deklaruan se operacioni kishte për qëllim kapjen e individëve të dyshuar për aktivitet terrorist, përfshirë hedhjen e eksplozivëve dhe sulme ndaj trupave të sigurisë. Sipas ushtrisë, incidenti është duke u shqyrtuar nga komandantët në terren dhe më pas do të referohet nga organet kompetente. Megjithatë, organizatat palestineze dhe grupet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit kanë kritikuar historikisht hetimet izraelite, duke theksuar se rastet e ngjashme rradh përfundojnë me përgjegjësi penale për trupat që kryejnë vrasjet.